Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka riemëruar Bashkim Hysenin, kryetar të gjykatës themelore në Ferizaj. Hyseni tha se synon që këtë mandat të bëjë shkurtimin e vonesave të lëndëve që vinë në këtë gjykatë, si dhe ngritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Objektiv tjetër sipas Hysenit është edhe ngritja e cilësisë së shërbimeve gjyqësore. Po është njëra prej objektivave tona që ta ngritum sa më shumë besueshmërinë e opinionit publik në gjyqësor. Ne, siç e dini, kemi filluar disa aktivitete në funksion të ngritjes dhe në funksion të informimit sa më të drejtë të publikut për punën e gjyqësorit. Për shkak se parimi jonë është se një publik mirë dhe drejt informuar është një publik më i besueshëm. Ne do të fillojmë që nga janari këtij viti që t'i publikojmë gjitha vendimet gjyqësore që janë të formës së prerë. Ashtu që publiku i gjerë dhe çdo kush që është interesuar mund të ketë çësje pa ndonjë kufizim në vendimet gjyqësore të gjykatës sonë. Mungesa e gjyqtarëve është problemi kryesor që e ka përcjell ndër vite gjykatën themelore në Ferizaj. Për këtë Hyseni thotë se së shpejti do të bëhet edhe emërimi i gjyqtarëve të ri dhe kjo do të ndikojë në rritjen e efikasitetit të gjyqësorit në Ferizaj. Njëri prej problemeve që na ka përcjell pothuajse gjatë gjithë viteve të shkuara ka qenë mungesa e gjyqtarëve. Për shkak se edhe me riorganizim në krahasim me gjykata tjera themelore, të cilat për nga ngarkesa janë përafërsisht të njëjta me gjykatën tonë, kemi pasur numër dukshëm më të vogël se gjykata tjera. Mirë po tash, ne besojmë se së shpejti do të bëhet edhe emërimi i 7 gjyqtarëve, me që rast do të përmbyllet apo do të plotësohen vendet vakante të gjyqtarëve në gjykatën tonë, dhe kjo do të ndikojë dukshëm që gjykata jonë të jetë shumë efikase dhe gjykata jonë të ketë një standard shumë të avancuar të trajtimit të lëndëve, po mendoj nga segmenti kohor. Bashkimi Hyseni ka marrë shumicën e dërmuese të votave për pozitën e kryetarit të gjykatës themelore në Ferizaj. Ai ka marrë 10 nga 11 votat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.